Sot do të flasim pak për karcinomën kolorektale. Tumoret kolorektale në përgjithësi, fillesat e tyre i kanë nga adenomat, ndërsa karcinomat kolorektale specifikisht fillesat i kanë nga adenokarcinomat endoluminale që i kanë, domethënë, burimin nga mukoza. Kur jemi tek karcinoma kolorektale apo CRC-ja, siç quhet colorectal cancer, atëherë është më rëndësishëm screeningu për të, domethënë hulumtimi para se vetë se të fillojnë të shfaqen simptomat e saj. Kjo bëhet me disa metoda specifike. Së pare kena fecal occult blood testing, domethënë FOBT-ja, testimi për gjak okult në feces. Pas saj e kemi atë që quhet anoskopia apo ekzaminimi digitorektal, megjithse kjo ka një sensitivitet mjaft të ulët, për arsye se vetëm 10% e tumorëve kolorektal janë të palpueshëm me këtë metodë. Mënyra e tretë është standardi i art, ajo që quhet kolonoskopia, e cila ka sensitivitetin dhe specificitetin më të madh nga gjitha testet. Përpos rolit, domethënë diagnostik, ka dhe rol terapeutik. Mënyra e katërt është ajo që quhet sigmoidoskopia fleksibile, me anë të cilës mund të diagnostikohen 2/3 e tumorëve apo karcinomave kolorektale. Mënyra e katërt është me CEA, domethënë carcinoembryogenic antigen. Kjo më shumë ka vlerë prognostike se sa dhe diagnostike, dhe metoda e gjashtë është ajo që quhet barium enema, domethënë me kontrast të bariumit, edhe përmes kësaj na mund të bëhet vlerësimi i gjithë kolonit për mu po a ka ndonjë tumor kolorektal. Përpos screeningut, stagingu, domethënë më vendos në stad është tumori, bëhet përmes CT-s së gjoksit, abdomenit dhe pelvisit, si dhe ekzaminimit fizik. Sa i përket mënyrës së shpërndarjes së karcinomës kolorektale, kena shpërndarje direkte, shpërndarje hematogjene ku si target kryesor dhe më i shpesht është mëlçia, sepse shpërndahet përmes qarkullimit portal. Tek mushkrit mund të kemi, domethënë, metastaza të karcinomës kolorektale. Metoda e tretë e shpërndarjes së kësaj karcinome është përmes rrugëve limfogjene, dhe e katërta është përmes rrugëve intraluminale dhe transperitoneale. Kur jemi tek faktorët e rrezikut, domethënë kush është i rrezikuar me pas një karcinom kolorektale, atëherë mosha është faktor shumë i rëndësishëm. Domethënë gjithë pacientët mbi moshën 50 vjeçare duhet të evaluohen për me hulumtu për këtë lloj karcinome, sidomos ata që kanë pas anamnezë pozitive familjare, tek ata zakonisht fillohet deri në 10 vite më herët, mbi moshën 40 vjeçare. Si faktor tjetër të rrezikut që vlen të përmendet te karcinoma kolorektale është anamneza pozitive edhe familjare edhe personale, domethënë e vet pacientit. Më pas i kena smundjet inflamatore të zorëve ku hyn koliti ulcerativ dhe Crohn's disease, këtu, domethënë këto dyja edhe këto rritin rrezikshmërinë. Duke pas parasysh që koliti ulcerativ e rrit dukshëm më shumë se sa Crohni. Në kuadër të faktorëve të rrezikut janë edhe polipet adenomatoze, të cilat definohen si lezione pretumorale, por që rrallë shndrohen në kanceroze. Këtu duhet me cek që polipet apo adenomat villoze kanë një potencial për malignitet më të lartë se sa adenomat tubulare. Tjetër që vlen të përmendet si faktor rrezikut janë sindromat e polipozave, domethënë siç është për shembull FAP-ja, pastaj sindroma Gardner, sindroma Turcot, Poitsiegers. Ato dy të parat, pra FAP dhe sindroma Gardner, e kanë një rrezikshmëri prej 100% të shfaqjes së karcinomës kolorektale pas moshës 40 vjeçare. Sa përket klinikës së karcinomës kolorektale, shfaqen simptoma të përgjithshme siç është dhimbja abdominale. Kur jemi tek dhimbja abdominale, duhet me thënë se karcinoma kolorektale është shkaktari më i shpeshtë i shfaqjes së obstruksionit të zorëve tek personat e rritur. Simptom tjetër që mund të shfaqet si simptome përgjithshme, le të themi, është humbja e peshës, si dhe prezenca e gjakut në feces. Ndërkaq, ekzistojnë disa simptoma më specifike që hasen varësisht prej lokalizimit të tumorit. Për shembull, tumorët e anës së djathtë, meq ana e djathtë, domethënë e zorëve, pra cekumi në këtë rast, e ka diametrin endoluminal më të madh nga gjithë koloni. Tek këto lokalizime, domethënë tumori mund të rritet aq shumë dhe një shkollë aq të madhe sa të kaloj e pa detektuar kjo kohë derisa të bëhet mjaft i madh për tumorin tek ta pacient. Manifestohet me melena, domethënë me jashtëqitje me ngjyrë të zezë, si dhe me anemi, pra tumorët e anës së djathtë. Ndërkaq tumorët e anës së majtë, meq hapësira endoluminale është
më e vogël, këtu kemi më shpesh obstruksione, si dhe si simptomatologji kemi alternime mes diares dhe konstipacionit, si dhe fecesin apo jashqitjen në formë të lapsit, pra janë jashqitje të holla, dhe tek këta pacient shumë shpesh kemi si simptomatologji hematokezin, do të thonë pranin e gjakut nga rektumi. Kurime tek manifestime klinike nuk bën pa përmend edhe kancerin rektal. Përbën 20 deri në 30% të gjitha rasteve me karcinom kolorektale. Si kancer është mjaft më i papërshtatshëm të them kështu se sa karcinoma kolonit, për arsye se e ka një shkallë të rekurencës më të lartë, si dhe e ka një shkallë të mbijetesës 5 vjeçare më të ulët se sa kanceri i kolonit. Edhe te karcinoma rektale, si simptom kryesore vlen të përmendet që është hematokezia, do me thonë prania e gjakut nga rektumi. Në skuadër të simptomatologjisë së tij për karcinomas rektale përmenden edhe tenezmat apo thirrjet e rrejshme për jashqitje, si dhe ndjenja e zbrazjes jo të plotë. Për fund të flasim pak për trajtimin e karcinomës kolorektale. Kirurgjia është i vetmi trajtim kurativ i kësaj patologjie, duke pas parasysh që e ka një shkallë të lartë të rekurencës, domethënë edhe pas rezeksionit kirurgjikal të zorës, pra cila përmban tumorin dhe margjinave të tjera përreth, shkalla e rekurencës është mjaft e lartë, e për këtë arsye përcjellen këta pacient me CT, me CA, me kolonoskopi, edhe më pas, për shkak se 90% të rasteve të rekurencës, pra të rishfaqjes së tumorit, ndodhen brenda 3 viteve pas kirurgjisë. Kurimet e trajtimi vlen përmendet edhe radioterapia shkrutimisht. Kjo zakonisht nuk indikohet tek pacientët me karcinom apo me kancer të kolonit, ndërsa është e indikuar tek pacientët me karcinom rektale.